analizë është shty vetëm për një arsye. Është pritur raporti përfundimtar i OSB Odirit. Është pritur ky raport sepse në çdo debat i yni mund të përdorej nga pala kundërshtare për të ndikuar tek raporti. Shejat i kishim të dhanat i kishim të sigurta. Edi Rama ka kërcënuar direkt vetë personalitetet të vëzhgimit të zgjedhjeve. Igli Hasani, për të firmosur me turp vetën e tij, për të mbyllur me turp karrierën si ministër i jashtëm, detyrohet nga Edi Rama 2 orë pasi publikohet raporti paraprak t'i bëj letër misionit vëzhguesve dhe e gjitha kjo ishte që ju, në nënkuptimi, ju keni shpifur sa ato që keni shkruar nuk i dokumentoni dot. Ato që keni shkruar nuk i dokumentoni dot. Dhe kjo përpjekje ka vazhduar në nivelet më të larta me intensitetin më të madh. Ndaj dhe ne zgjodhem si taktik në të drejtë spostim në analizës së brendshme dhe paraqitjen e përditshme të fakteve, dokumentave që dëshmonin se ato që ishin shkruar në raportin paraprak kishin mbështetje të fuqishme në fakte dhe të vërteta. Se ata raport paraprak i shkruajnë në të gjitha, atë jemi realist, për ata që kanë atë njohuritë e doktrinës të drejtës elektorale, ata i shkruajnë të gjëra. Dhe ne paraqitëm këtu para shqiptarëve çdo ditë fakte, dokumenta, prova për ato që raporti i kishte evidentuar. Ne disponojmë mbi 2000 fakte, prova të dhunimit të zgjedhjeve. Një punë kjo kolosale dhe nuk mund të them se sa i kemi komunikuar online, to si e majtë për vetë, ja u kemi quar të gjitha institucioneve, nuk them unë se sa kam ndikuar, sa s'kam ndikuar, por them që Edi Rama dështoi totalisht në ndryshimin qoftë edhe të një germe të atij raporti. Dhe kjo është një meritën më të madhe të atyre vëzhguesve, njerëz me dinjitet, njerëz me integritet, besnik të vlerave në cilat besojnë, që në raportin prej 26-27 faqe sa kanë, ja rrjeshtojnë në faqe dhe në futnota që të gjitha faktorët me të cilën ata i shtruan procesin elektoral në farsë elektorale. Kështu që në këtë analizë që bëjmë, ne u paraqesim antarësisë sonë një përmbledhje të shkurtër, sigurisht se gjatë e ka cili doj ta lexojë ta gjejë, të gjitha këtyre gjetjeve dhe krahas tyre rezolutat ndërkombëtare të organizatave më të fuqishme të qendrës djathtë në Europë.